4 dhjetor, viti 2008. Parisi është mbuluar nga dritat e festave. Në Avenue Montagne, rruga më luksoze e botës, 4 gra elegante me paruke bionde dhe fustane firmato po i drejtohen argjendaris Harry Winston. Roja i sigurisë buzëqesh dhe u hap derën. Ai nuk e di, por sapo ka bërë gabimin e jetës. Brenda pak sekondash, zonjat nxjerrin nga çantat e dorës pistoleta Magnum 357 dhe një automatik. Nuk janë klientë ruse, janë Pink Panthers. Në më pak se 15 minuta, pa shkrepur asnjë plumb, ata zhduken me mbi $100 milion diamante, duke lënë pas policin franceze me gisht në gojë dhe një pyetje që tronditi botën. Kush janë këta mjeshtra të krimit nga Ballkani që gjunjëzuan Parisin? Sot, në jehon do të zbërthejmë grabitjen që tronditi globin dhe rolin e frikshëm të celuleve shqiptare në këtë histori filmike. Qëndroni me ne. Në zemër të Parisit, aty ku luksi nuk njeh kufi dhe ku emrat më të mëdhenj të modës botërore kanë shtëpitë e tyre, shtrihet Avenue Montagne, një rrugë ku historia dhe pamja bashkohen në një harmoni të heshtur. Por më 4 dhjetor të vitit 2008, kjo qetësi do të thyhej nga një prej ngjarjeve më të bujshme të kriminalistikës moderne që bota kishte parë ndonjëherë. Përpara se të futemi në detajet e kësaj pasdideje të ftohtë të dhjetori, duhet të kuptojmë se çfarë përfaqësonte në të vërtetë Harry Winston, pasi ky nuk ishte thjesht një dyqan bijuterish, por ishte i njohur si argjendari i yjeve. Një vend ku diamante legjendar si Hope Diamond kishin kaluar në përduar dhe ku sistemi i sigurimit konsideroi absolutisht i pathyeshëm. Por për një grup mjeshtrash të krimit nga Ballkani, ky emër ishte thjesht sfida e radhës në një listë të gjatë goditjesh. Ora shënonte 17:30 dhe Parisi ishte mbuluar nga dritat e Krishtlindjeve, me rrugët plot me kalimtar që nxitonin mes dyqaneve të Chanel dhe Dior pa e pasur iden se do të bëheshin dëshmitar të një operacioni ushtarak. Një makinë tip Audi ndaloi qetësisht pak metra larg hyrjes kryesore dhe prej saj zbritën 4 persona, pamja e të cilave nuk ngjallte asnjë dyshim pasi ishin veshur si gra, me paruke bionde që u binin mbi supe. Fustane të gjatë elegante dhe syze dielli të mëdha që u mbulonin tiparet e fytyrës, duke u dukur eksaktësisht si bashkëshorte të pasanikëve apo oligarkëve që vizitonin rregullisht Parisin. Roja i sigurisë i cili ishte trajnuar për të qenë sa i rrept aq edhe mikpritës me klientët VIP, buzëqeshi dhe u hapi derën e rënd prej xhami pa e ditur se sapo kishte hapur portën e një ferri. Sapo dera u mbyll, pas tyre eleganca u zhduk për t'ia lënë vendin e egërsisë së pastër kur një nga këto zonja nxorri nga çanta e dorës pistoletën Magnum, ndërsa një tjetër nxorri një automatik të shkurtër duke urdhëruar në një frëngjishte me theks të rënd ballkanik që askush të mos lëvizte, sepse kushdo që do të bënte zhurmë do të vdiste në vend. Në ato moment, stafi i përbër nga 15 punonjës mbeti i ngrirë nga fakti se grabitësit nuk po silleshin si amator, por kishin një njohuri të frikshme të brendshme duke i thirrur menaxherët në emrat e tyre të vërtet, dhe duke ditur saktësisht se ku ndodheshin kasafortat sekrete që nuk shiheshin nga publiku. Kjo tregonte se grupi i celuleve shqiptare dhe ballkanike kishte muaj që i vëzhgonte, që studionte jetën e tyre private dhe çdo lëvizje brenda argjendarisë, duke treguar një nivel inteligjence që i kalonte kufit e një hajduti të thjeshtë. Por për të kuptuar se si arritën deri këtu duhet të ndalemi te origjina e këtij grupi që Interpoli e pagëzoi me emrin Pink Panthers. Një emër që erdhi pas një grabitje në Londër ku një diamant u gjeti fshehur brenda një kutije me krem fytyre. Eksaktësisht si në skenarin e filmit të famshëm me inspektorin Clouseau. Pink Panthers nuk ishin një bandë vetme, por një rrjet i gjerë dhe i ndarë në celula ku rolet ishin të ndara me thik, dhe ku shqiptarët luanin një rol kyç sidomos në pjesën e logjistikës dhe ekzekutimit në terren, për shkak të disiplinës së tyre dhe kodit të eshtjes që ishte i pamundur të thyej nga hetuesit. Ky rrjet kishte goditur më parë dhe në Dubai, ku me 2 makina Audi ishin futur brenda një qendre tregtare duke thyer xhamat në mes të turmës. Por rasti i Parisit ishte ndryshe sepse kërkonte një nivel tjetër sofistikimi dhe infiltrimi. Ndërsa sekondat kalonin,
Brenda Harry Winston grabitësit po tregonin një qetësi rënqethëse duke zgjedhur vetëm gurët më të çmuar dhe diamantet me prerje më të ralla, të cilat kishin vlerë miliona dollar secila, duke I mbushur çantat me mbi 900 bijuteri në vetëm 15 minuta. Një kohë rekord që tregonte se çdo lëvizje ishte llogaritur me kronometër. Vlera totale prej 102 milion dollarësh e bëri këtë grabitjen më të madhe të bijuterive në historinë e Francës. Por sfida e vërtet fillonte pas daljes nga dyqani, sepse shitja e këtyre diamanteve kërkonte një rrjet tjetër kriminal po aq të fuqishëm. Diamantet e Harry Winston janë të pajisur me numra serial të gdhendur me lazer, të cilat nuk shihen me sy të lirë, gjë që I bën ata të pashitshëm në tregun legal. Prandaj këtu hynte në loj makineria e pastrimit ku bijuterit dërgoheshin me shpejtësi drejt punishteve sekrete në Antwerp, Izrael apo Dubai. Atje mjeshtrat e prerjes së gurëve u ndryshonin formën dhe peshën e diamanteve, duke I transformuar në gurë të rinj që nuk kishin asnjë lidhje me ata të vjeturit, dhe duke I bërë kështu të pamundur për të gjurmuar nga Interpoli. Hetimi që pasoi ishte nga më të shtrenjtët në historinë e policisë franceze, dhe për vite me radhë nuk pati asnjë gjurmë. Derisa në vitin 2011, një zbulim I rastësishëm në një periferi të varfër të Parisit, çoi agjentët drejt një shtëpie ku në një tub kullimi plastik të groposur në beton, u gjetën bijuteri me vlerë 18 milion euro. Ky zbulim hapi kutinë e Pandorës dhe nxorri në dritë emrat e bashkëpunëtorëve ku u vërtetua se truri I operacionit kishte lidhje të ngushta me rrjetet të krimit të organizuar ballkanik, dhe se suksesi I tyre bazohej në një kombinim të teknologjisë së lartë dhe metodave të vjetra besnikërie. Sot e kësaj dite, mbi 80 milion dollar nga ajo pas dite në Paris nuk janë gjetur kurrë, dhe ekzistojnë teori të shumta konspirative se këto para kanë përfunduar në investime imobiliare në bregdetin e Ballkanit, ose janë përdorur për të financuar operacione të tjera akoma më të mëdha. Disa thonë se diamantet janë ende të fshehura në kasaforta private, në pritje të kalimit të kohës, ndërsa të tjerë besojnë se ato janë shpërbërë dhe shitur në copa të vogla. Ajo që mbetet e sigurt është se grabitja e Harry Winston mbetet një histori studimi në Akademinë e Policisë Botërore, si rasti ku inteligjenca njerëzore dhe maskimi perfekt mposhtën çdo sistem alarmi, duke lënë pas një legjendë urbane për zonjat bjonde që gjunjëzuan Parisin dhe u zhdukën si fantazma nëpër natë. Ndërsa shohim këto pamje dhe dëgjojmë këto shifra, kuptojmë se bota e krimit të lartë funksionon si një korporatie, ku shqiptarët dhe bashkëpunëtorët e tyre treguan se mund të sfidonin autoritetet më të lartë të sigurisë globale, me një guxim që tejkalon çdo skenar filmi hollywoodian.